Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka ngritur sërish shqetësimin për rritjen e çmimeve të produkteve bujqësore në vend, duke cilësuar situatën si abuzive për konsumatorët. Gjatë seancës plenare ai u ndal veçanërisht te çmimi i domates, një nga produktet më të diskutuara së fundmi në treg. Sipas tij, justifikimi i tregtarëve lidhet me mungesën e prodhimit vendas për shkak të përmbytjeve në periudhën nëntor-shkurt dhe rritjen e importeve. Megjithatë, ai theksoi se të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave tregojnë një tjetër realitet. Sipas tij, domatet e importuara dhe të zhdoganuara gjatë muajve shkurt-prill kanë hyrë në vend me çmime deri në 10 herë më të ulta se sa ato me të cilat po shiten në tregjet me pakicë. Braçe kërkoi transparencë dhe ndërhyrje për të shmangur abuzimet. Për shkak edhe të importit, çmimet që kanë qenë apo çmimet që kanë qenë treg kanë qenë të justifikuara pikërisht me këtë fakt. Unë jam drejtuar Drejtorisë Përgjithshme të Doganave dhe veçanërisht për produktin që u bë hit në këto muaj e që ishte domatja. E din që am bën përshtypje që ka dy zëra, domate dhe domatina. Të ardhura nga Greqia, nga Italia, nga Serbia edhe nga Turqia. Ky ka qenë importi kyç i joni. Po e dini, janë diku ke 2500 ton në harku 1 janar 31 mars dhe çmimet me të cilat janë importuar edhe janë zhdoganuar janë vërtet të habisin. Sepse gjithë këtu kanë blerë domaten me 450 deri në 500 lek për kilogram. Ndërkohë që çmimet e importit janë nga Greqia 56 lek, nga Italia 59 lek, nga Serbia 274 lek, nga Turqia 64 lek. Pastaj vim tek produkti domatin. Nga Greqia 73 lek, nga Italia 52 lek, nga Turqia 62 lek, nga Spanja 51 lek. Dhe prap, nga Greqia 54 lek, nga Italia 54 lek, nga Hollanda 311 lek dhe nga Turqia 61 lek. Këto numra janë 5 herë, 6 herë, deri në 10 herë më të lira se sa çmimi me cilin qytetarët shqiptar kanë blerë në treg produktin domate. E natyrisht që ky është një abuzim skandaloz, veçanërisht në një treg ku nuk qarkullon faturë fiskale. Dhe vetmja thirrje që kam tani, përveç faktit që duhet mbështetur shumë fort prodhimi bujqësor dhe duhet mbështetur tani, përndryshe në korrik gushte dhe shtator do të vazhdojmë të importojmë. Thirrja tjetër është që duhet ndalur ky abuzim në tregun e perimeve edhe të frutave.